Çdo pronar biznesi, çdo sipërmarrës përbadhet me një kurth mendor pothuajse të padukshëm. E sot do të zbërthejmë pikërisht këtë prirje të fshehur, atë që na bën të shohim vetëm atë që duam të shohim, dhe jo atë që është realisht para syve tanë. E po, imagjinoni pak skenën, është një moment që ndoshta e njohim të gjithë. Raporti i shitjeve është aty në tryez dhe diçka nuk shkon. Shifrat flasin qartë, por reagimi i parë, ai instinktivi, nuk është analiza, është justifikimi. Ja ku e kemi. Fraza klasike e vetëmbrojtjes. Në sipërfaqe tingëllon si optimizëm apo jo, por në fakt kjo është shenja e parë që një prirje shumë e fuqishme psikologjike po merr kontrollin. Dhe këtu lind pyetja thelbësore, apo përpiqemi vërtet të jemi pozitiv, apo thjesht po mbrojmë egon ton nga një e vërtet pak e hidhur? Le të zbulojmë bashkë se çfarë fshihet realisht pas këtij justifikimi në dukje të pafajshëm. Për ta kuptuar këtë kurth, do t'i referohemi parimit numër 15 të Charlie Munger, një prej mendjeve më të ndritura në botën e biznesit dhe investimeve. Ai e quan këtë, ndoshta, pikën e verbër më të rrezikshme nga të gjitha. Pra, ja ku qëndron thelbi i problemit. Truri ynë, në mënyrë instinktive, nuk kërkon informacion për të zbuluar të vërtetën. Ai kërkon prova për të konfirmuar se kemi pasur të drejtë që në fillim. Është një instinkt tejet i fuqishëm dhe shpesh jashtëzakonisht i dëmshëm. Dhe kjo thënia e Mungerit e godet fiks në shenjë. Kjo është arsyeja pse një gabim nuk ndihet si një mundësi për të mësuar, por si një sulm personal, si një sulm ndaj inteligjencës sonë. Dëshira për të pasur të drejtë bëhet më e fortë se dëshira për të pasur sukses. Mirë, le të shohim pak më thellë se si funksionon ky mekanizëm. Imagjinoni sikur truri ynë ndërton një lloj fluske realiteti për të na mbrojtur nga të vërtetat që nuk na pëlqejnë. Ky proces është pothuajse automatik. Së pari, përballemi me një fakt negativ, le të themi shitje të ranë. Kjo na shkakton një lloj dhimbje emocionale, një goditje për egon. E për t'u shmangur kësaj dhimbje, truri menjëherë krijon një justifikim. Nuk ishte fajim ose ishte thjesht një rastësi. Dhe në fund, ja ku përfundojmë, duke jetuar brenda një fluske, një version i historisë ku ne kemi gjithmonë të drejtë. Dhe pikërisht këtu qëndron rreziku më i madh. Brenda kësaj fluske, çdo vendim që marrim na duket plotësisht logjik, plotësisht i justifikuar. Por jashtë saj, në botën reale të tregut, këto vendime janë totalisht të shkëputura nga faktet dhe po e çojnë biznesin në drejtimin e gabuar. Okej, mjaft me teori. Për ta bërë këtë sa në konkret, le ta analizojmë një rast studimor. Imagjinoni dy menaxherë restorantesh. Të dy përballen me të njëjtin problem, por kanë dy mënyra të menduari krejtësisht të kundërta. Të shohim se cili prej tyre do t'ja dalë. Shikoni pak ndryshimin rrënjësor që në piknisje. Menaxheri i parë, ai Lavitas, është i dashuruar me produktin e tij dhe menjëherë supozon se faji është te klientët. Menaxheri i dytë, ai Inovas, e fillon duke vënë në dyshim veten. Ai nuk mbron idenë e tij, por kërkon të vërtetën. Dhe ky mentalitet natyrisht përkthehet menjëherë në veprim. Menaxheri i parë ndërton një mur. Ai injoron çdo të dhënë që kundërshton bindjen e tij. I dyti, përkundrazi, del në kërkim aktiv të provave që mund të rrëzojnë idenë e tij. Ai pyet stafin, pyet klientët, madje organizon degustime. Ai kërkon kritikën. Dhe ja ku i shohim pasojat, drejt për drejt në xhep. Njëri biznes sheh shitjet të bien me 60%, sepse egoja e menaxherit ishte më rëndësishme se realiteti. Tjetri, duke kërkuar të vërtetën dhe jo justifikimin, gjen një zgjidhje të thjeshtë, rikuperon shitjet dhe e forcon biznesin. Dallimi është thelbësor. Dhe ky model, në fakt, përsëritet kudo rreth nesh. Është shumë më e lehtë të fajsosh një person se sa të pranosh që sistemi që kemi ndërtuar ka të meta. Moti, justifikimi perfekt. Është diçka jashtë kontrollit ton, kështu që nuk ka nevojë të analizojmë nëse fushata jonë e marketingut ishte e dobët. Kjo është një grack klasike për sipërmarrësit. Dashuria për atë që kemi krijuar na bën të verbër ndaj të metave të saj. Pra, pika kyçe është kjo. Në momentin që ndjesia e brendshme bëhet më rëndësishme se të dhënat reale, prirja e konfirmimit tashmë ka fituar. Çdo vendim i marr pa shifra është thjesht një opinion i rrezikshëm. Por ka një lajm të mirë. Nuk jemi të dënuar të jemi viktima të kësaj prirjeje. Ka një zgjidhje. Le të shohim metodën Munger, një set mjetesh praktike për ta luftuar këtë instinkt. Këtu janë 5 hapa konkret,
Së pari, kërkoj qëllimisht prova që të kundërshtojnë. Pyet e veten, në çfarë kushtesh do të ishte kjo ide e imja e gabuar? Së dyti, caktoj një avokat të djallit në ekip, dikë që ka për detyrë të gjejë të metat në çdo propozim. Së treti, bazo vendimet te të vadat, jo te ndjesit. Së katërti, krijoj një kulturë pune ku pranimi i gabimeve shihet si shenjë force, jo dobësie. Dhe së fundi, shiko trendet afatgjata, mos lejo që një ditë e mirë të fshejë një muaj të keq. Dhe kjo tabel e tregon ndryshimin në praktik. Vini re, diçka, kolona e gabuar gjithmonë kërkon një fajtor të jashtëm. Shiu, klientët që nuk kuptojnë. Kurse kolona e mençur, nga ana tjetër, merr përgjegjësi dhe kërkon zgjidhje të brendshme, të analizojë reklamat, shërbimin, prezantimin. Ky është kalimi nga mbrojtja e egos te kërkimi i përmirësimit të vazhdueshëm. Kjo thënie e Mangerit është një sfidë e fuqishme. Nëse një ide na duket perfekte, pas një tëmet, gjasat janë që nuk po e shohim qartë. Të menduarit e vërtet kërkon aftësinë, por edhe guximin për të argumentuar kundër vetes. Dhe kjo e përmbledh të gjithë diskutimin ton. Të kërkosh të kesh të drejtë është thjesht instinkt, por të kërkosh të vërtetën, ky është akt inteligjencë. Dhe kështu përfundojmë me këtë pritje për reflektim. Duke menduar për vendimet e fundit, sa prej tyre ishin të bazuara në të dhëna reale? Dhe sa në dëshirën për të pasur të drejtë? Përgjigjja mund të zbulojë koston reale që po i paguhet këtij kurthi mendor.